Ndërsa partitë politike kanë ndezur motorët për fushat, kryeministri Edi Rama vijon me aktivitetet propagandistike qeveritare, kur sot ka kryer inaugurimin e përfundimit të punimeve për rrugën e Arbrit. Ky show i kryeministrit është një tjetër manipulim elektoral, duke përdorur jo vetëm fonde qeveritare, por edhe duke abuzuar me to, e në fund i shet si sukses me daulle. Vetëm rruga e Arbrit është inauguruar të paktën 3 herë nga ana e kryeministrit, që në çdo fushat zgjedhore ka tentuar të fshet dështimin dhe abuzimin me ndërtimin e këtij aksi. Bile kemi lënë 22 mars, kur çel pranvera. Në 18 qershor të vitit 2018, kryeministri Edi Rama do të bënte parathënie ironin për inaugurimet para Dibranëve, duke shkuar deri në tallje për atë që do të bënte vetë për 7 vite me radhë. Një premtim zhgënjim, me tymnaja premtimesh dhe tamtame inaugurimesh në tym. Pikërisht këtë që premtoi, kryeministri e bëri për 7 vitet që do të vinin. Në vitin 2019, në fushatën për zgjedhjet vendore, kryeministri premtoi se punimet do të përfundonin në vitin 2021, që korrespondonin me zgjedhjet e përgjithshme. Dhe ju them që rruga e Arbrit po bëhet dhe deri në pranverën e vitit 2021 do të jetë ndërtuar tërësisht. Me një premtim të pambajtur e me rrugë të papërfunduar, Edi Rama do të shkonte sërish te Dibranët për t'i gënyer se rruga e Arbrit, pas një kalvari vështirësisht u hap, ndërsa ishte koha e tamtameve të radhës, siç preferonte t'i cilësonte kryeministri. Një premtim ashtrime cilësonte vetë Edi Rama kalvarin 16 vjeçar të kësaj rruge, që sot ju presh rriti për të disajtën herë, nisur që nga viti 2014, kur edhe ndryshoi projektin, që i rriti koston me 450 milion euro, duke kategorizuar nga një rrugë që në qeverisjen e Partisë Demokratike do ndërtohej me fondet e shtetit në një rrugë tashmë me koncesion. Për këtë bllokim 16 vjeçar të ndërtimit të kësaj rruge dhe abuzimeve, ka reaguar edhe lideri i opozitës Sali Berisha. Rruga e Arbrit inaugurohet 16 vite pas fillimit saj, jo plotësisht biles. 32 kilometra të kësaj rruge u inauguruan para vitit 2013. 27 kilometra rrugë të parashikuara për 160 milion euro. Kanë shkuar gjerë tani 450 milion euro mbi parashikimin. 1 kilometër i saj ka kushtuar 1,2 herë më shtrejt se sa 1 kilometër i rrugës kombit. Parametrat e tjera të asaj rrugë janë cop. Nuk ka asnjë parametër, asnjë standard. Tashmë mbetet për t'u parë nëse rruga e Arbrit do të ketë funksionalitet të plot, apo dhe ky inaugurim i shtohet shfaqjeve në çdo prag fushate elektorale. Gjok ne dy këtë taksirat kemi.